Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Krimi i rënd në familjen e Orikun, burri dhunongruan për vdekje dhe çon në spital pa shenja jete, më pas autori jep fundet dhe jetës së tij me pistolet. Zbardhët vrasje 67 vjeçarit me tritol në Shkodër, arrestohen 4 persona që kryen ekzekutimin me shpërtim të komanduar në kërkim porositësit. Aksidentet marrin jetën njerëzish, 2 bashkëshortë humbin jetën pas përplasjes së automjeteve në rrugën Shkodër-Lezhë, 3 persona mbetën të plagosur. Moti i keq përfshin veriun dhe juglindjen e vendit duke sjellë vështirësi të mëdha në qarkullimin e mjeteve, policia apel shoferëve të përdorin goma dimërore. Qytetarët që duan të rivlerësojnë pronat e tyre mund ta bëjnë gjatë të gjithë vitit, normat hetimore do të jetë 5%, ulet edhe më shumë për ndërtesat e vjetra. Jemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një grua 40 vjeçare është bërë viktimë e krimit në familje. Ajo është dënuar barbarisht për vdekje në banesën e saj në Orikun nga bashkëshorti. Autori ka dërguar pa shenja jete në spital, ndërsa më pas është kthyer në banesë dhe i ka dhënë fund jetës së tij duke u vetvrarë me pistolet. Krimi brenda familjes ka tronditur Vlorën mesditën e kësaj të premteje. Logora Gjebro, 50 vjeç, ka dhunuar për vdekje bashkëshortin e tij, Sose Gjebro, 40 vjeçe, e cila përpasoj ka ndëruar jetë. Dyshohet se konflikti mes tyre ka nisur brenda banesës së çiftit në Orikum, ku më pas ka agravuar në dhunë fizike. Grupi hetimor ka dyshime se gruaja fillimisht është rrahur brutalisht nga bashkëshorti dhe mund të jetë mbytur me duar. Kjo pasi sipas mjekëve ka shenja në trup, por edhe në pjesën e fytit. Logora Gjebro më pas ka marrë trupin e gruas dhe e ka dërguar në urgjencën e spitalit pa shenja jete. Kanë qenë bluzat e bardha ato që kanë njoftuar policinë. Pas kësaj autori është kthyer në banesën e tyre në Orikum, ku i ka dhënë fund jetës me armë zjarri. Rreth orës 13:50, në momentin që shërbimet e policisë kanë shkuar në banesë, kanë gjetur trupin e pajet të bashkëshortit, i cili sipas bluve qelloi veten me pistolet. Çifti prej vitesh ishin martuar dhe ishin prindër të 2 fëmijëve. Familjarët përpara grupit hetimor janë shprehur se kohët e fundit burrë e grua kishin probleme me njëri tjetrin dhe ishin në prag të divorcit. Sherret e tyre nuk janë raportuar në polici. Konfliktet mes tyre dyshohet të jenë shkaku i vrasjes dhe e vetvrasjes. 4 persona janë arrestuar si autor të ekzekutimit të 67 vjeçarit në Shkodër me shpërthim të telekomanduar. Hetuesit janë në kërkim të porositësve të krimit, por motivet e vrasjes së Hysni Ymerit mbeten ende të paqarta. Policia Shkodrës ka zbardhur vrasjen e 67 vjeçarit Hysni Ymeri, ngjarje ndodhur mesditën e 29 dhjetorit. Krimi ndodhi sapo ai po futej në pallatin e tij në lagjen Manush Alimani dhe menjëherë në katin e parë një shpërthim tritoli mori jetën. Blutë e Shkodrës kanë arrestuar 4 persona të dyshuar si autor të vrasjes. Në pranga kanë rënë Gerti Bushati, Ergyes Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergj Zefi. Sipas policisë, ta persona kundrejt pagesës në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vendosur tritolin në panelet elektrike dhe sapo kanë parë që 67 vjeçari ka hyrë në pallat, kanë bërë një shpërthim me telekomand. Nga kamerat e sigurisë, policia ka prova se është pikërisht Gerti Bushati, ai që vendos lëndën plasëse. Ndërsa personat e tjerë dyshohet se kanë paguar Bushatin dhe janë bashkëpunëtor në krim. Burime nga grupi hetimor shprehen se janë personat e tjerë që kanë porositur vrasjen, për të cilën vijojnë hetimet për identifikimin e tyre. Ende nuk dihet motivi për ekzekutimin e të moshuarit. Më herët burimet bën me dije se familja Hysni Ymerit ishte e përfshirë në një histori hakmarrjeje, por ndërkohë hetuesit kanë dhe një pistë tjetër, por ende nuk bën të ditura detajet për shkak të hetimeve. Pak ditë përpara ekzekutimit të 67 vjeçarit kishte ardhur në Shkodër dhe djali i tij, i cili jeton jashtë Shqipërisë. Alban Ymeri tha policisë se familja e tij nuk ka konflikte dhe nuk kanë marrë kërcënime. Ndërkohë po verifikohen dhe familjarët e viktimes për të parë nëse kanë patur apo jo përplasje kohët e fundit. Të arrestuarit nuk kanë pranuar që të japin detaja, po të tregojnë emrat e porositësve të krimit të rënd. Ata akuzohen për disa vepra penale të rënda, si vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim, shkatërimi prones me eksploziv, armbajtje pa leje e të tjerë.
Një aksident i rënd rrugori mori jetën ditën e sotme një çifti bashkëshortësh. Përplasja e dy automjeteve ndodhi në aksin Shkodër-Lezhë, ndërsa metën viktim një efektiv policie si dhe gruaja e tij. Gjithashtu plagosën nëna dhe dy fëmijë të mitur që udhëtonin në automjetin tjetër. Një tjetër aksident i rënd të shënuar në ditën e dytë të këtij viti në rrugët e vendit. Një përplasje e fortë të dy mjeteve ka sjellë fatkeqësisht humbjen e dy jetëve. Ngjarja rënd ka ndodhur në rrugën Lezhë-Shkodër. Viktim në këtë aksident ka mbetur burrë grua nga Puka, Petrit Florini me detyrë efektiv policie dhe bashkëshortja e tij Elona Floriri me profesion mësuese. Në mjetin tjetër që u përfshi në përplasje udhëtonte një grua me dy fëmijët e saj të mitur, përkatësisht 6 dhe 2 vjeç, të cilët kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Paraprakisht shkak për aksidentin mesohet të ketë qenë lagështia në rrugë, gjë që ka bërë që njëri prej mjeteve të humbas kontrollin. 2 ditët e para të vitit 2026 kanë shënuar një bilanc tragjik në rrugët e vendit. Kujtojmë se një ditë më parë një tjetër aksident i rënd u shënua në Tepelen. Nga përplasja e dy automjeteve, 3 të rinjt Klejdi Miftari 24 vjeç, Angelo Ruçi 27 vjeç dhe Martin Dule 25 vjeç humben jetën. Ndërkohë e plagosur mbeti Arsida Demiri 19 vjeçe, e cila ndodhet në gjendje të rëndë te Spitali i Traumës. Ngritësit kanë shkaktuar 10 aksidente, sidomos në rrugën e Kombit, por pa pasoja të rënda në njerëz. Ndërkohë rreshtet e Dëborës kanë përfshirë veriun dhe juklindjen, ndaj policia i bën apel drejtuesve të mjeteve të përdorin gomat dimërore. Moti i keq ka krijuar probleme në disa akse rrugore të vendit. Rruga e Kombit, veçanërisht segmenti nga Fani në Thirr, është të përballur me vështirësi në qarkullim për shkak të temperaturave të ulta, rreshjeve të shiut dhe dëborës, si dhe ngritësave në rrugë. Si pasojë e rrëshqitjes së mjeteve janë regjistruar edhe aksidente rrugore, kryesisht nga drejtues të papajisur me goma dimërore. Autoritetet dhe firmat e mirëmbajtjes ndodhen në terren duke monitoruar situatën dhe duke hedhur krip në akset problematike, ndërsa drejtuesit e mjeteve këshillohet të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit. Po ashtu në qarkun e Shkodrës, rreshtet e Dëborës kanë nisur kryesisht në zonat malore, ndërsa në zonat e ulta vijon shiu. Në aksin Bog-Theth po hidhet krip, ndërsa në qafthor, trashësia e Dëborës ka arritur deri në 15 cm. Në Koprik raportohet dëbor me trashësi rreth 3 cm, ndërsa në Puk dhe Fusharës rreshtet janë të lehta dhe rrugët mbeten të hapura. Rreshtet e Dëborës kanë rifilluar edhe në juglindje të vendit, duke përfshirë qafthanën dhe aksin Qukës-Qafpllocë. Temperaturat kanë zbritur deri në -7 gradë Celsius, duke vështirësuar lëvizjen e mjeteve. Për shkak të kushteve të rënduara hidrometeorologjike, Kapitaneria e Portit Detar të Vlorës ka pezulluar lundrimin për mjetet e vogla lundruese dhe mjetet e peshkimit. Lundrimi detar për këto mjete do të qëndrojë pezulluar për 5 ditët në vijim. Në qytetin Bregdetar pritet një përkeqësim i kushteve hidrometeorologjike, ndërsa shkak për pezullimin e lundrimit është bërë era e fortë që ka krijuar dallgë deri në 1.5 metër lartësi. Ndërkohë trageti i linjës Vlorë-Brindisi do të vijojë lundrimet normalisht. Edhe në vitin 2026 duket se prokuroria e posaçme do të vazhdojë të jetë kryefjala e zhvillimeve. Në janar do të vendoset për fatin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balloku, për të cilën është kërkuar arrestimi. Të tjera dosje të rëndësishme pritet të shkurtohen, ndërsa do të shihet se si do të ndryshojë qasja e politikës ndaj drejtësisë, veçanërisht ndaj SPAK-ut. Hetimet e SPAK-ut në vitin që lan pas duke se ndikojnë një pak në zhvillimet politike të këtij viti. Në datën 22 janar, kryeministri Edi Rama e prokurorët e SPAK-ut do të përballen në gjykatën kushtetuese për masën e sigurisë, pezullim nga detyra që gjykata e posaçme vendosi ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balloku. Do të jetë kushtetuesja e cila do të thotë fjalën e fundit nëse një ministër mund të pezullohet apo jo nga detyra me vendim gjykate. E pasi të marrë fund kjo betejë, kryeministri Edi Rama e majoranca socialiste do të përballen në parlament me prokurorët e SPAK-ut për imunitetin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balloku. Prokuroria e posaçme në 16 dhjetor kërkoi autorizim për arrestimin e Belinda Ballukut, e cila po hetohet për shkeljet barazisë në tendera si mas siguria. Por majoranca vendosi të mos e shqyrtojë derisa të shprehet më parë kushtetuesja. E mbetet për të parë se si do të veprojë Partia Socialiste për këtë kërkesë të SPAK-ut.
Dy dosjet hetimore të prokurorisë posaçme, ajo për numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku e hetimet për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit janë shoqëruar me radikalizimin e aksionit opozitar. Të hënën në 5 janar, siç ka vepruar prej 6 javësh, Partia Demokratike do zhvilloi foltoren para godinës së kryeministrisë duke kërkuar largimin e Edi Ramës e Belinda Ballukut. Pritet që në janar Partia Demokratike të nisë protestat dhe bllokimin e parlamentit e sipas Sali Berishës, të gjithë skenarët janë të mundshëm, nga grevat e urisë në kuvend deri tek protestat e qëndrueshme para kryeministrisë, deri në largimin e Edi Ramës, krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme. Të dielën në 4 janar do të protestojë edhe Shqipëria Bëhet, e drejtuar nga Adriatik Lapaj, i cili së bashku me mbështetësit e tij prej 8 dhjetorit qëndron para kryeministrisë duke kërkuar largimin e Edi Ramës. Çështja Balluku dhe dosja për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit duket se ka ndryshuar qasjen e Partisë Demokratike ndaj SPAK-ut, por jo plotësisht. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është i pandehur për korrupsion në çështjen e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. E 2 herë në muaj është i detyruar të paraqitet në SPAK. Vizita këto ku nuk mungojnë sulmet ndaj prokurorisë posaçme. Gjithashtu Sali Berisha është thirrur në prokurori me cilësinë e personit që ka dieni për ngjarjen e rënë të 21 janarit vitit 2011, ku mbeten të vrarë 4 protestues. Por përtej zhvillimeve që kanë ardhur prej SPAK-ut, premtimi kryesor i qeverisë socialiste është se brenda 2 viteve do të mbyll negociatat për të gjithë kapitujt me Bashkimin Evropian. Mbetet për të parë nëse në 2026-ën qeveria socialiste do t'ia dalë apo jo të plotësojë detyrimet e Brukselit e të nisë mbylljen e kapitujve. Pjesë e këtyre detyrimeve janë edhe reformat zgjedhore territoriale, të dyja për momentin të bllokuara pasi opozita u tërhoq. Por pavarësisht qëndrimeve që do të mbajë Partia Demokratike, mazhoranca ka 86 vota e mund t'i miratojë edhe vetëm me ato. E duket se në vitin 2027 Shqipëria do të shkojë në zgjedhje lokale me një ndarje të re të bashkive. Të gjithë qytetarët që duan të rivlerësojnë pronat e tyre mund ta bëjnë këtë gjatë këtij viti kundrejt në normat tatimore prej 5%. Tarifa do të jetë edhe më ulët për ndërtesat e vjetra, pasi do të njihet edhe amortizimi i tyre. 2026 është viti kur shqiptarët mund të rivlerësojnë pronën e tyre duke paguar një normë tatimore 3 herë më të ulët, nga 15% në 5%. Tatimi i 5% do të aplikohet mbi diferencën mes vlerës së regjistruar të pronës dhe asaj të re në treg. Pra, nëse një apartament ka vlerë të regjistruar 100.000 euro, ndërsa në treg vlera ka arritur në 150.000 euro, tatimi do të paguhet për diferencën prej 50.000 eurosh. Sigurisht që do jetë një lehtësi, sepse është një lehtësi fiskale më shumë, që do t'i shërbej në radhë të parë shitësve, dhe këtu flasim për një numër të konsiderueshëm shitësve të cilët e kam pritur këtë moment, sepse reduktohet taksa nga 15% në 5%. Që do të thotë, shumë apartamente të cilët tashmë janë për të shitur, e kam pritur këtë moment dhe nuk kanë dalë në treg. Ndërkohë për blerësit, mundësia më e mirë që është e sigurt është që do ketë më shumë apartamente për të zgjedhur. Qytetarët mund të ndjekin 2 rrugë, ose të bëjnë rivlerësim me çmimet referuese në treg, ose të kontaktojnë një agent për të marrë një raport vlerësimi për çmimin real që prona e tij mund të ketë në treg. Mund ta bësh dhe personalisht, por do t'i këshilloja që ta bëjnë me një noter, sepse ndjek edhe të gjitha hapat dhe di se si e bën aplikimin, ose në rastin tjetër me ekspert privat. Pra që e merë dhe bëm vlerësimin e pronës. Kush është ndryshimi midis të dyve, pra pse duhet zgjidhë njërin dhe tjetrën? Në rastin e noterit mund ta bëj për çmimin e referencës që ofron shteti. Por nëse do që t'i rrisi vlerën pronës, pra e shef që prona e vet ka vlerë më të madhe se sa çmimi i referencës, atëherë do të duhet që këtë si proces ta bëjë një ekspert privat i cili është i licencuar. Gjatë kësaj fushate do të njihet edhe amortizimi i pronës, duke paguar normë tatimore më të ulët se 5% për pronat më të vjetra. Ndërkohë për pronat e legalizuara, agjentët shpjegojnë se vlera që do të merret parasysh do të jetë ajo në momentin e legalizimit. Fillimi i këtij muaji zyrtarisht i ka hapur rrugën edhe nisjes së sigurimit të detyrueshëm të mjeteve, i cili do të aplikohet sipas sistemit bonus-malus. Kjo do të thotë se drejtuesit që kanë shkaktuar dëme do të paguajnë prime sigurimi më të larta, ndërsa ata pa histori dëmesh do të përfitojnë prime më të ulta. Sistemi synon të lidhë çmimin e sigurimit me sjelljen në rrugë dhe nivelin e riskut, duke nxitur
drejtimin e përgjegjshëm dhe rritjen e sigurisë rrugore. Por llogaritja e primit të sigurimit do të bazohet në disa faktorë risku si historiku i dëmeve, fuqia dhe vjetërsia e mjetit, mosha dhe eksperienca e drejtuesit dhe përdorimi i mjetit dhe zona e qarkullimit. Shikues që gjithçka e përgatitur dhe për këtë edicion informativ, bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.